Familjarët të dëshmorëve të policisë gjithmonë në vëmendjen e policisë së shtetit. Në prag të festave të fundvitit, nën kujdesin dhe vëmendjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, por edhe drejtorit të policisë së qarkut të Vlorës Elidon Çela, në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, u zhvillua një takim i veçantë me familjarët të dëshmorëve të policisë, si shenjë respekti, mirënjohje dhe vlerësimi të përhershëm. Zvendos drejtori për rendin dhe sigurinë publike, kryekomisar Shpëtim Hasan Aliaj, theksoi se familjarët dhe fëmijët e dëshmorëve të policisë janë dhe do të mbeten gjithmonë pjesë e pandare e familjes së madhe të policisë së shtetit, duke vënë në dukje se disa prej fëmijëve të dëshmorëve vijojnë sot rrugën e prindërve të tyre, duke shërbyer me përkushtim dhe dinjitet për uniformat blu. Në këtë atmosferë solidariteti dhe vlerësimi, zvendos drejtori i policisë së qarkut të Vlorës, Shpëtim Hasan Aliaj, në emër edhe të drejtorit të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, Elidon Çela, përcolli urimet më të përzemërta për familjarët e dëshmorëve, punonjësit e policisë së shtetit dhe të gjithë qytetarët e qarkut të Vlorës, duke i uruar festa të mbara, shëndet, paqe, mbarësi në vitin e ri. Si pjesë e kësaj vëmendje, strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Vlorës kontribuan me përkushtim në përgatitjen e disa pakove simbolike, të cilat ju shpërndan familjarëve të dëshmorëve.